Rreth 4.000 dhurata janë shpërndar për fëmijët e 10 fshatrave të Bashkisë Maliq në këtë prag festash të fundvitit. Ka qenë nisma e përvitshme e besimtarëve ungjillor të Juglindjes, të cilët me anë të ndihmës së vullnetarëve nga Irlanda, aty ku janë përgatitur këto dhurata, kanë mundur të sjellin buzëqeshje dhe gëzim tek fëmijët. Ne kemi vendosur ta sillim këtë atmosferë krishtlindjesh në pothuajse gjithë Bashkinë e Maliqit. Kemi qenë zonën e Gorës, në Lozhan, në Maliq, në Pirk, në Sovjan, në Libonik, në Orman, në Drithas, në Rëmbec, dhe gjithashtu do të përpiqemi të bëjmë edhe disa qendra sociale të cilat kanë fëmijë me aftësinë ndryshe. Gjithë qëllimi i këtij organizimi ka qenë që ne të sillim krishtlindjen tek këta fëmijë. Jemi në prag krishtlindjes, besoj që ta kemi sjell këtë atmosferë në mënyrë të jashtëzakonshme. Ky është viti disat ku Team Hope, Bush dhe Duart që sigurojnë gëzojnë fëmijët, sidomos ata të fshatrave më të thellë malor.